Një besim i pastër është si një bekim i kristalt që nuk ndotet nga dyshimet dhe dëshirat e kësaj bote. Ai që i beson Allahut me gjithë shpirt, e di se çdo gjë që i ndodh është për të mirën e tij, edhe kur sytë e njerëzve e shohin si humbje. Zemra që mbështetet tek Zoti nuk thyhet kurrë, sepse ajo e di se çdo pengesë është një derë drejt mëshirës dhe çdo vonesë është një provë për durimin e saj.